është e vërtet që në Kosovë, është e vërtet që në Kosovë njerëzit ende po hezitojnë të adoptojnë fëmijë? Kjo është pyetje që me shumë gjaz të ka dalë të paktën një herë në rrjetet sociale. Pasaj qëndron Berina, e cila prej disa javësh ka kthyer pyetjet provokuese dhe tema tabu në një nga formatet që po ngjall shumë reagime online. Por interesantja është se gjithë këtë vëmendje nuk e kishte planifikuar fare. Berina sot flet për Priveva Libertas Pahiu për të gjithë rrugtimin dhe jetën private. Si në Instagram, si në TikTok, une si shumica e njerëzve në botë, fillimisht i kum hapë pra rrjetet sociale për me informu shoqërinë time si në Amerikë, si dhe në Kosovë, për stilin e jetës, për ndonjë sukses, për me ndonjë lajm të mirë. Nuk ka qenë kur me qëllim që unë po hy në social media dhe të bëhem virale. Unë jam bo virale, ndoshta janë 6-7 javë gjithsej. Une jom bo virale brenda natës, jo me një kohë shumë të shkurt, por ka qenë një video apo stafat që më ka bo virale brenda natës, dhe kur jom zgju në mëngjes, telefoni im po bombardonte, edhe gjë që nuk më ka ndodhur kur mua në jetë, sepse e kam shumë qetë stilin e jetës, edhe e mora telefonin dhe po shikoj dhe me thanë një video që një ditë përpara e kisha postuar, ajo kishte shkuar virale dhe kur po shikoj dhe me thonë kishte me mira komente, me mira shpërndarje dhe mbi 300.000 shikime. Madje kishte në fillim edhe njerëz shumë pranë saj që nuk e besonin se kjo do të funksiononte. Por unë shkoj vizitoj shpesh prindërit në Bronx jetojnë, unë jam 1 orë gjysmë prej Bronxit, jetoj në periferi të New Yorkut, edhe herën e fundit para një javë gjysmë isha në Bronx dhe dole me familje për darkë edhe për kafe, dhe me thonë pat njerëz edhe që më qunë kraj nëse emocionova shumë, edhe po e përshëndesin Arabellën edhe babi jam u çudit, edhe saj nuk po beson që jam bo virale, edhe po na pyet neve dhe po e pyet një persona të po si e di tha emrin Arabellës, tha tha e bëj follow, tha është në Instagram, edhe pastaj ishte shumë njerëz kishte në atë kafeteri dhe kur dole mund dhe familja për me shku në shtëpi, ata thanë, është e vërtet që Berina ka ardhur te Prince Cafe, dhe me thonë njerëzit kanë filluar me mjoftë edhe në New York. Publiku megjithatë dha një përgjigje krejt tjetër. Disa pyetje shpërthyer me komente shpërndarje, por cilat kanë qenë ato që quan Berinën drejt viralitetit? Okej, disa e kom bo listën e disa prej temave që kanë shku mas shumë të virale prej shumicës që unë i kom postu, po flasim me miliona shikime deri në 500.000 e të poshtë. Do të thotë që secila ka shumë. Pra, njëna prej atyre është e vërtet që çmimet ndryshojnë për emigranta, për mërgjimtarët kur të vinë në Kosovë. Pra, këto tema janë tema që edhe i kum po vetë me sytë e mis, edhe unë jum rrit edhe kum lindë në Kosovë, por edhe që nuk ka 14 vite që nuk jam unë atje, kur bisedoj këtu me shqiptarët e Kosovës ose të Shqipërisë, ka shumica që ankohen dhe thonë që secili biznes, edhe taksi, edhe beauty salons, edhe shopping, gjithku ku bojnë shopping edhe ku kanë servise, shërbime, atëherë çmimet automatikisht rriten për mërgjimtarët edhe përshkruajnë si një skanim. Pra me njëherë shikojnë lukun se si dukesh, a janë këto rrobe të Kosovës ose të stilit të Kosovës, edhe sikur e din me njëherë paka shumë që janë mërgjimtar. Pra kjo është një prej temave që ka marrë shumë. Pastaj e kemi edhe një që unë e kum bo për si humor, por edhe ajo është shku virale. Tema tjetër ka qenë është e vërtet që mishin shqiptarët e Kosovës e hajnë në fund. Se diqysh me gjenerata të tëra, kur kemi hangër gjell, jakna, mish, pasole, kompira, krejt këto gjellat, gulash, që kanë pas mishin shumica gjeneratave e kanë lënë fund. Edhe unë e ndëgjova këta, kove të fundit, edhe isha me familje, thash, ika, edhe ku marr telefonin ku më shku në banjo, edhe aty për aty e ku më inqizu këtë video, sepse mu ka duk shumë interesant edhe nuk e kisha ni, unë ndoshta që 20 vjetë. Edhe pra është ajo. Tani pra, ndoshta një temë që mu më ka bo shumë nervoz, e di që Albin Kurti ka shumë adhuruz, sidomos rinia e njekin shumë, e ndëgjova edhe përmes shoqërisë këtu.
edhe përmes shoqërisë atje, nuk e di se sa është e vërtet. Prandaj këto tema diskutimit mia, dhe me thënën, prekin shumë tema që për me e kuptu të vërtetën, edhe ka pak për me ndru mentalitetin, me thy disa tabu, pra unë ndëgjova që Albin Kurti e ka dhënë në shqetësinë gati 1 milion sërbëve. Edhe unë patjetër që doshta me reagu, edhe çka më ka brengos mas shumti prej komenteve, ka qenë fakti që shumica të i thonë njëri tjetrit në për komente që ne mos folin kapç se për Albin Kurtin sepse ne jetojmë këtu. Jo, ti duhesh me fol sepse nëse është me të vërtet diçka që po ndodh e tillë, atëherë nuk dojna na me historia me u përsërit. Por për te videove që shohim sot, historia e saj nis shumë më herët. Në vitin 2012, Berina u zhvendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku fokusi i saj ishte shkollimi dhe ndërtimi i karrierës. Qëtash në vitin 2012 unë e ku marrë për herë parë në Amerikë, edhe unë me njëherë e kum fillu arsimet. Kum dasht me o diplomu, kum fillu kolegjin, edhe kum baru studimet bachelor në John Jay College of Criminal Justice për Law and Society, që i bjen ligje dhe shoqëria. Pas e përfundova studimet, unë e fillova të punoja si paralegal. Litigation paralegal që do të thot asistente e gjyqtarëve dhe avokatave në fushat të ndryshme të ligjit, sidomos për lëndime personale. Aty unë punova disa 4-5 vite, edhe ishte një eksperiencë pune e mahnitshme mund të them, por që u bëra burned out. Burned out është pra kur lodhesh shumë, edhe skapitesh deri në atë pikë që thu, ma nuk thjesht, nuk kam energji, unë me bo këtë punë deri kur dal unë në penzion. Dhe me thonë jenë edhe 30 e kusur vjetë në pytje, edhe mendova të ndryshoja profesionin. Pra e fillova studimet për master, pasi që vetëm e kisha bachelor, fillova studimet master në New York University, ku kam borxh të shtetit $100,000 më ka kushtu edukimi, pra për studim, për një vit gjithsej, sepse bachelori vetëm e kisha, edhe pra aty u bëra unë mësuese për edukimin special, për nevoja speciale, pra. Edhe dhash mësim klasës 2, gjatë kohës kur isha 7 zën me arabellën. Absolutely, experience shumë e mirë, edhe pastaj kur në shtator e kisha datën e lindjes, edhe kur e linda arabellën, vetëm e formova, e bëra vendimin që tash unë e di se sa me rëndësi në vitet e para të bebit, sidomos 3 vitet e para që me pas nënën në shtëpi, sepse sistemi i punës në Amerikë është asi lloj që duhet me u çu shumë herët për me u bë gati me shku në punë, edhe me trafik e me gjithçka vjen shumë vend të shtëpia, dhe me thonë, unë nuk më isha me paramendu që unë vetëm 3 orë në ditë muna me pa arabellën prej 6 dhe në mramje deri në 9 mramje kur shkoj me flajt. Dhe me thonë 6 di prej punës edhe 9 duhet me shumë me flajt. Edhe shumica e prindërve në Amerikë, ashtu pra prej të hanës dhe i të premtën i shohin prindërit ka 3 orë në ditë. Edhe për mua, dhe me thonë, ajo ka qenën ku e mura unë e guximin më të madh, edhe thash du vitet e para të arabellës mja kushtu edhe me qenë aty për arabellën. Jeta e saj ndryshoi rëndësisht më pak se një vit më parë, me ardhjen e jetë të arabellës. Sot Berina po e rrit vajzën e saj si nënë vetme. Pra ma kanë bo pyetjen ndoshta 1.000 persona se a jam nënë vetme, dhe unë e vendosa që mirë ta bëj një video, edhe aty thash, a është Berina nënë vetme? Dhe thash po. Po pra jam nënë vetme, do të thotë që jam prindi i vetëm që e rris arabellën. Edhe kuptohet që kam mbështetjen e familjes, që nuk më ka bo mund ndi e krejt kjo situatë e vështirë, sepse besoj që kish mujt me qenë haloma e vështirë nëse me të vërtet kisha me qenë vetëm unë edhe Arabella, por e kom pas familjen aty për gjithçka, sidomos në fillimet e para të jetës së Arabellës, ku kemi pas shumë vështirësi shëndetësore që besoj që do të cekë më pas, e kom pas nanën që ka jetu me mu, ka ardhur te shtëpia këtu, edhe mu ka gjetë mu çdo sekond, në çdo appointment, sepse ka pas raste kur une për shkak të gjërave që i kemi kalu me shëndet unë dhe Arabella pas lindjes, une ka pas raste që 6 muajt e parë jem kanë si në days, kam qenë as në tokë as në qiell. Jem kanë shumë keq emocionalisht,
edhe gjithashtu me postpartum që janë tema që nuk fliten edhe këto janë tema tabu, por ju vjen rendi edhe këtyre. Por fillimi ka qenë shumë i vështirë, po tash 10 muaj më pas jemi okay dhe po bëhemi për çdo ditë më të forta, edhe pasi që jam vetë fakti që jam në beqare, kam sikur passion like double, dy fish në kratë e mi, sepse du patjetër në me siguru jetën e Arabellës, sidomos ato financiare. Por lindja Arabellës nuk solli vetëm gëzim, një komplikim gjatë lindjes i shkaktoi vajzës një lëndim që Berina ende e kujton qartë atë moment. Po, kur ka qenë Arabella ndoshta 6-7 javëshe, edhe kur ka qenë ai momenti pas lëndimit të lindjes që e ka lënduar Arabella dorën, normal si çdo prindone jum di shumë keq se si një angel që e ka dërgu Zoti e ka kriju edhe në mënyrën më perfekte të mundshme, si ka mundësi thësha kjo me i ndodhë gjatë lindjes edhe më u lëndu gjatë lindjes, tukon qika qysh është mas mirëti, e kum këqyr, 9 muaj shtatzon, edhe ju mrujt për gjithë shka, edhe ma pas, kur e kuptova unë që Arabella kishte paralizë të erbit, që krohi i majt nuk i lëviste fare, edhe ndora e majt Arabellës ka qëndru kështut edhe veç ka hangin there, veç ka nej, aty, ka një moment që unë me të vërtet ju më konë shumë keq edhe po qaja për çdo ditë ndoshta për 6 javë të tëra, deri kur nëna më tha edhe më falni ta. Okay. Edhe deri kur nëna më tha, edhe më kapi përpara, tha you gotta stop like duesh monal, a jete e vedishme se çka jetu bo, nuk bën me qajt kështut, këqyre qëpar mrekullita ka qu Zoti, edhe më ledhi forcat, because duesh më kanë ti këtu për këta, edhe për veten, edhe dyqysh shumë më foli nana, të njëjtën kohë edhe babi, se u kanë situata me mu shumë keq, like nuk ju më kanë mirë emocionalisht as pak, edhe babi njëjtën kohë u ka lut, ndoshta çdo ditën, për me u kanë mirë edhe unë edhe Arabella. Fillimi i jonë u kanë shumë i vështirë. Ajo që ndodhi ishte aq e rëndë, sa më vonë Berina vendosi ta tregonte publikisht edhe në rrjetet sociale. Arabella kishte ngecur te kockat e mia dhe kanë përdorur manuvra të ndryshme për me nxjerr bebin jashtë, sepse ka qenë shumë vonë për C-section, edhe doktoresha u ka detyru më falin shprehjen se tani mundi me prej këta, doktoresha u ka detyru me fut dorën edhe me ngre Arabellën përmes krahut të saj të majt, aty pra edhe e ka lëndu krahun e Arabellës. Në momentet e para, unë e kum prit disa minuta derisa e kum dëgju të çajturën e parë të Arabellës, sepse edhe në video shihet që Arabella kur ka lind blu, ka lind kaltërt, ka qenë shumë gjatë pa oksigjen, as vrena as jashtë, ka ngec në kocka. Edhe pastaj kur ka dole Arabella, ndërsia e nanës, për herë të parë, tash unë vetëm po pres edhe veç po i pyes mutrat medicinale pse nuk po qan bebe. Edhe ajo pra ka qenë e frikshme shumë. Dhe ndërsa po përballej me gjithë këtë, një person mungonte, babai Arabellës nuk ishte pranë tyre. Pra babai i Arabellës nuk është partneri im, është ish i dashuri. Po, edhe ishte... Unë i tregova që ai dinte kur ishte data e lindjes, e dinte kur parafërsisht do të lindja. Ai jeton me një shtet tjetër, nuk jeton në New York. Pra kur erdhi koha e lindjes, ai pra nuk ishte aty. Edhe pra ashtu ndodhe që linda vajzën, si prindi vetëm, edhe kështu ndodhe. Ai vjen shpesh e viziton Arabellën, kur i ka bo Arabella ndoshta një javë gjys, ka ardhen me vizitu në New York për herë të parë, edhe kanë bo foto, edhe e ka majt Arabellën, edhe ju ka do kështu me vogël, edhe pse në realitet ajo ka lind një bebe 8 pounds and 11 ounces, do të thot 4 kilograme diçka, edhe po ka qenë një eksperiencë shumë e mirë actually me i po ata të dytë, sepse edhe pse ne nuk jemi bashk në lidhje dhe nuk po e rritim vajzën bashk, ai prapi ka të drejtën me po vajzën, kuptohet, edhe shpesh vjen e viziton në New York. Dhe pikërisht, këtu nis një prej temave për cilat djegësit e kanë pyetur më shumë ti. Kush është babai Arabellës dhe çfarë raporti ekziston sot mes tyre? Për herë të parë, Berina zbulon më shumë.
Ka marrë shumë edhe hala nuk e kum shfaq përgjigjen, dhe me thënë se privet don me u konë ekskluzive për me ditë prej nëse privet don me ditë prej ardhjen edhe e kam ruajt actually këtë për një intervistë kështu speciale, edhe pse kam thënë në rrjetet sociale që të bëj 100,000 followers do ju tregoj, por pra ka marrë shumë komente ku njerëzit kanë sugjeru se është Arabella gjysmë portugeze, është Arabella gjysmë latine, është Arabella gjysmë arabe, është Arabella gjysmë shumë sene kanë thënë. Pra, Arabella është gjysmë Jamaican. Arabella po, është gjysmë Jamaican, pra e ka babën nga Jamaica, edhe e ka stërgjyshin indian. Pra dhe me thonë është 50% ose ndërshta nuk e di si i bjen tash me përqindje, por ndërshta 70% shqiptare, edhe nështë 20% Jamaican, edhe 10% pra indiane. Pra Arabellën e kemi një mix të bukur, edhe prandaj është ajo dhe me thonë shumë speciale edhe ëmbël edhe e këndshme. Për këtë aspekt e ka thy akullin motra, sepse edhe ajo i ka 3 fëmijë që janë mix, edhe me imër qofshëm edhe ne i dojna shumë, edhe i adhurojna shumë sepse edhe ata janë shumë të këndshëm, edhe dhe me thënën në familje veç kemi pasën nipa që kanë qenë mix, por që nuk kemi pas një mbes mix. Pra Arabella ndodhi që të jetë vajzë dhe që të jetë mix, edhe pra mbështetje prej familjes pa dyshim që po, mbështetje prej familjarëve në Kosovë pa dyshim se po, sepse ata na dinive edhe i din që krejt jetën na familjarisht e kemi jetu se siç kemi dasht ne. Arabella ka 2 prioardhje, por Berina ka shumë të qartë një gjë. Vajza e saj do ta njeh identitetin shqiptar. Masi Arabella është u rrit me mu, edhe unë jam prindi kryesore dhe i vetëm ligjërisht dhe me thonë që mirë, për kujtësarinë e Arabellës edhe për gjithë shka, atëherë unë mas shumë flasë shqip me Arabellën edhe du pa tjetër që kemi ditë krejtë tradita shqiptare. Arabella sot e ndëgjon dhe me thonë Ilir Shaqirin, Leonora Jakupin edhe i lëshoj unë kongë patriotike vetë dhe me thonën, edhe unë e du që Arabella me u rrit me atë frymë me frymën e nanës vetë. Jamaica në anën tjetër është një ishull shumë egzotik, edhe ka kulturën e ushqimit shumë të bukur, ka kulturën e muzikës që edhe në Kosovë edhe në Shqipëri dhe me thonë ndëgjohet ajo stili muzikës, edhe e kanë dhe me thonë edhe ata dhe me thonë e kanë qef me jetu jetën shumë like se masi që është ishull në Caribbean kë vend, atëherë edhe kanë pra një kulturë egzotike, kur të rritët Arabella me kalimin e kohës, unë e kam qef me qu Arabellën edhe në Jamaica me pa me vendin me unë njoftu, për ndryshe Arabella ishe gjyshen, teze, hallat mendoj, edhe një agje ka, dhe me thonë ata janë krejt Jamaican edhe e dojnë shumë Arabellën, aty dhe ju vjen ma interesant sepse është pra mix me një Albanian, edhe janë shumë të interesuar ata familja e babës Arabellës pra për kulturën shqiptare, dhe çdo herë më bojnë pyetje edhe dojnë me vizitu një ditë Kosovën, kështu që por definitivisht Arabella ka më ka 100% shqiptare. Kjo ka me mësu mas pari shqip, tani anglisht, edhe për aty ja kom vu edhe mbi emrin tem Berisha. Dhe nëse dikujt i kanë penguar pyetjet e saj deri tani, duket se duhet të mësohet me to. Berina nuk planifikon ta zbuz përmbajtjen. Përkundrazi, tema tabu dhe pyetje që ngacmojnë nervin e publikut do të vazhdojnë të jenë pjesë e asaj që ajo bën. Excuse me. Ndoshta përdori psikologjinë mbrapa pyetjeve, për shembull, nëse unë du me dhënë një informat që jo me i lënë fëmijët në moshën 3 vjeçare me pa televizor ose telefon. Unë e di që nëse unë e dal me bo një video edhe me thonë hej nëna edhe babalar shqiptar, unë jam mësuese e edukimit special dhe kam një këshill për juve, ju lutem mos i lejoni fëmijët me pa telefon, televizor e që si sene në moshën 3 vjeçare, sepse nuk është mirë për zhvillimin e syrit, nuk është mirë për zhvillimin e trurit, sepse pastaj aty fëmija nuk ka më për me mësu me kap se si zhvillohet të folurit, e tjera. Pra e kum vendos masi e pash që këto
këto video po bohen virale, e kom vendos që me e përdor këtë psikologji mbrapa asaj çka unë du me transmetu te publiku. Pra në vend se unë me thonë, hej, mos e leni sepse nuk është mirë, unë e kom vendos me bo pyetjen, a është e vërtet që në Kosovë prind po i lejojnë fëmijët në moshën 3 vjeçare me po televizor, atëherë komentuesit me zvete po diskutojnë, edhe po e shprehin mendimin, edhe dikush po e suporton ata që janë me shkollë dhe në këto drejtime, e kuptojnë shumë mirë qëllimin se ku po du me dal, e di që shumë shpesh ju kum dok si person negativ, sepse ju ka dok si kur ja kum shu hundve me këto video që ju kum bo shumë ashqyqare, por jo me i bo nervoz, po definitivisht por me qelë tema diskutimit që me shpresën me pas ndryshime në komunitet. Daddy, jam në privet, të dua shumë Daddy, apo beson tash unë po virale.